Aktualisht, tani që flasim, ne kemi arritur hyrjen në kapitullin e ri të procesit që është vlerësimi dhe pastaj marrja e dritës jeshile për ato që quhen pikat e ndërmjetme, të cilat janë sipas drejtuesve tona në këtë proces një test i vështirësisë shumë të lartë dhe kërkoj një përgatitje shumë të lartë të vendit. Për të tjerët para nesh, për shembull, janë dashur edhe vite për të kaluar testin e piketave ndërmjetme. Për planin ton, ky test duhet kaluar në disa muaj. Dhe kjo do forcë. Dhe forcë në këtë rast do të thotë përqendrimi i të gjitha forcave në një drejtim. Unë jam besimplot që ne do ta kalojmë edhe këtë test dhe edhe pavarësisht shkopime në rrota dhe tymbit të bombave artizanale, dhe këtu se kam fjalën thjesht për ato që plasin rrugëve të dëshpërimit të pangushëllueshëm opozitar, po e kam për të gjitha ato bomba artizanale që plasin për ditë e për ditë, duke hedhur përpjet kapakët e 700 tenxhere mediatike, të cilat e janë kthyer me xhelisën e Shqipërisë në pazarin më të neveritshëm të gënjeshtrave me lloj-lloj bishtash. E ka thënë populli thonë, qysh se asnjë prej nesh s'kishte lindur akoma, se kur gënjeshtra ka bërë xhiron e botës, e vërteta s'ka veshur ende pantallonat. Po aso kohë populli s'kishte parë asgjë akoma, se s'kishte ardhur flama e kanaleve dhe portaleve të ujrave të zeza mediatike, kurse tenxherja e vetme mediatike ishte tellalli i qytetit. Ndërkohë që sot tellallët e gënjeshtrave me lloj-lloj bishtash janë pas çdo butoni që shtyp për të marrë vesh ndonjë haber të ditës. Po ne s'kemi që t'i bëjmë as tellallhanes së madhe ku na e solli jeta të jetojmë, duke qenë në krye të vendit në një moment kyç të historisë së tij, as vrapit marrë të gënjeshtrave rreth botës, ndërkohë që në rrezik këtu është përqendrimi ynë në udhëheqjen e vendit. Prandaj duhet arrisim me çdo kusht përqendrimin në punët tona të mëdha dhe të vogla, të shtojmë forcat për t'i bërë sa më mirë dhe për t'i komunikuar sa më shumë dhe të përpiqemi me edhe më shumë këmbgulje të vetë korrigjohemi dhe të përmirësohemi. Dhe këtu bujrum jepni idetë tuaja dhe ndërkohë le të debatojmë këtu së brendshmi, hapur, pa dorashka, përse si gjërat mund dhe duhen bërë më mirë në këtë drejtim, por pasi debatojmë dhe ndajmë me njëri tjetrin opinionet, duhet përqendrohemi në një pikë, në vetëm një pikë dhe asnjë pikë tjetër. Shqipërinë, Bashkimin Evropian në vitin 2030. Kur e lexojmë historinë, ne jemi njerëz të zakonshëm, ndërsa historia flet për njerëz të jashtëzakonshëm. Por edhe ata kur e kanë lexuar historinë përpara tyre kanë qenë njerëz të zakonshëm. Dhe ka plot të tjerë njerëz të zakonshëm që kanë pasur mundësi ta bëjnë historinë dhe nuk figurojnë në librat e historisë, sepse nuk e kanë bërë të jashtëzakonshme që duhet për të bërë histori. Sot rruga e Shqipërisë dhe yjet që janë bashkuar bashkë kanë sjellë që ne të jemi me historinë në duart tona dhe ta shkruajmë me mendjen dhe me forcën tonë.
Shqipëria në Bashkimin Evropian nuk është një tjetër etapë e zhvillimit të vendit. Shqipëria në Bashkimin Evropian është histori. Dhe pa diskutim që nuk është e lehtë përqendrohesh në kushtet kur përtej zhurmës përditshme dhe përnatshme të bombave artizanale që plasin të nxere, ka filluar edhe një lëvizje sportive prokurorësh lart e poshtë nëpër Shqipëri, të cilët janë turur në garën për mandatin e ardhshëm dhe të afërt të SPAK-ut, duke prerë flet arreste në tufa për çështje që në rastin më të mirë nuk janë fare çështje penale, në rastin më të keq, kudo në botën që na rrethon, hetohen në gjendje të lirë. Siç ishte rasti emblematik i Durrësit, ku vetëm prokurori mbeti pa i prerë vetes fletën e arrestit, ndërkohë që në dhjetra fletë të prera nuk u kursye as deri dhe një punonjëse model e shtetit, 5 vjet në luftë me kancerin dhe me një fëmijë 2 muajsh në gjë. Apo duke shpërndarë fletëthirrje për paraqitje në prokurori në sasira që ngjajnë biletave të teatrit, deri dhe për absurditete të skajshme, siç është një rast emblematik këtu në Tiranë, ku një ndërtues pa leje, pra që duhet të përgjigjej përpara drejtësisë, dhe cilit i është konfiskuar ndërtimi për të strehuar aty brenda një agjenci shtetërore, ka gjetur rrugën e prokurorisë për të kallëzuar shtetin. Dhe prokuroria ka hapur çështje penale për punonjësit e shtetit që bën procesin për të futur agjencinë e shtetit në godinën e ndërtuar pa leje. Tani, me siguri, do thonë që sapo kam ndërhyrë në punë të drejtësisë. Por në asnjë mënyrë jo. Unë këtu sot do them vetëm një të një mitë në atyre që kam në fakt për të thënë, për ndërhyrjet jo vetëm të pajustifikueshme, por dhe të panevojshme të gjyqësorit në punët e ekzekutivit dhe të legjislativit bashkë. Të pajustifikueshme sepse shteti ka 3 pushtete të pavarur nga njëri tjetri, dhe nëse njëri prej tyre hyn në punë të tjetrit, shteti nuk funksionon si duhet. Kjo vlen kur pushteti ekzekutiv ndërhyn në punë të pushtetit gjyqësor, dhe po njësoj vlen kur pushteti gjyqësor ndërhyn në punët e pushtetit ekzekutiv. Dhe do ta shpjegoj më pas çfarë kam parasysh. Por